Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria vendos mbylljen e rrjetit social TikTok për një periudhë njëvjeçare, masa e përkohshme është marrë për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve. Berisha deklaron se mbyllja e TikTok bëhet për të shuar zërat kritik ndaj qeverisë para zgjedhjeve, lajmëron protest kundër Ramës në 15 mars. Kryeministri Rama deklaron se ka shumë respekt për Altin Dumanin, por sipas tij vetëm Partia Socialiste ishte ajo që i dha spakut shpatën e ndëshkimit. Zbardet vrasja e vajzës palestineze në Tiranë, baba i saj qelloi për çështje morali pasi 24 vjeçaria ishte divorcuar dhe kishte lënë 3 fëmijë. Vjojmë të ndjekim më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Qeveria ka njoftuar këtë të njëjtë ndalimin për një vit të aksesit në platformën sociale TikTok, vendim që ishte paralajmëruar më herët. Ministre e Arsimit Ogerta Manastirliu ka bërë të ditur pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave se masa e përkohshme është marrë për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve. Brenda një jave, aplikacioni social TikTok do të mbyllet për 12 muaj të ardhshëm në territorin shqiptar. Vendimi është miratuar në mbledhjen e sotme të qeverisë, ndërsa lajmi u bë me dije nga Ministri i Arsimit dhe Sportit. Kemi analizuar efektet gjithashtu që vijnë nga këto platforma kur bëhet fjalë sa i përket të gjithë aspekteve shëndetësore, aspekteve që lidhen me shëndetin psikoemocional të fëmijëve, por edhe pasojat që lidhen edhe me raste direkte të dhunës fizike. Grupi Interinstitucional i Punës ka patur në përbërje të gjithë autoritetet përkatëse, Policia e Shtetit, Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Kemi rekomanduar pikërisht mbylljen apo kufizimin e aksesit për platformën TikTok. Ky kufizim aksesi do të jetë deri në një periudhë 12 mujore, periudhë e cila do të na lejojë ne të gjithë kohën e nevojshme për marrjen e masave. Por si do të ekzekutohet procedura teknike? Do të jetë Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, e cila me endet përkatëse do të punojë dhe brenda një periudhe të shkurtër kohore, që mund të jetë disa ditë apo një javë pak, do të mundet që të realizojë pra këtë ndërprerje të përkohshme të aksesit në platformën e TikTokut. Lidhur me këtë vendimarrje, kryeministri Edi Rama zhvilloi edhe një takim me përfaqësuesen e TikTok në Davos gjatë muajit janar me Christine Gran, kreun e marrëdhënieve me qeveritë dhe politikën publike të TikTokut për Europën. Gjatë takimit, Rama parashtroi shqetësimet që çuan në vendimin e mbylljes së përkohshme të aksesit në platformë nga Shqipëria. Për mbylljen e TikTok, qeveria zhvilloi një konsultim të gjatë publik në dhjetor të vitit 2024, vendim ky që u inicua pas vrasjes së 14 vjeçarit Martin Cani me thik nga një bashkëmoshatar pas një konflikti të nisur në rrjetet sociale. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me vendimin për mbyllje të aplikacionit TikTok në Shqipëri për periudhën njëvjeçare. Në një postim në X, Rama shkruan se vendimi u mor pasi u ngritën kapacitetet e duhura teknike, ndërsa po zhvillohen bisedime me kompaninë që do të prezantojnë në Shqipëri një sër masash për rritjen e sigurisë të fëmijët, përfshirë edhe në gjuhën shqipe si risi në shërbim të studimeve. Pezullimi i përdorimit të aplikacionit pritet të nisë brenda një jave. Por për liderin e opozitës, mbyllja e TikTok ka për qëllim të mbysë zërat kundër qeverisë 2 muaj përpara zgjedhjeve. Kryedemokrati Sali Berisha tha se në 15 mars do të mbahet protestë kombëtare për të kërkuar anulimin e vendimit. Në datën 15 mars, Partia Demokratike do të protestojë kundër mbylljes së rrjetit social TikTok. Pak minuta pasi qeveria njoftoi ndalimin e TikTokut, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se ky vendim është akt censure që merret 2 muaj para zgjedhjeve. Ftoj të gjithë gjimnazistët, të gjithë të rinjt, të gjithë qytetarët të nisim betejën tonë për çlirimin e TikTokut dhe për mbysjen e narkodiktatorit me datën 15 mars, proteste përgjithshme kombëtare para kryeministrisë. Një protest me të cilin kërkohet
anullimi menjëhershëm i vendimit për censurën dhe bllokimin e TikTokut. Sipas Berishës, mbyllja e TikTokut s'ka lidhje me ngjarjen e rëndë në Tiranë, ku mbeti vrarë një nxënës 14 vjeçar, por dëshmon panikun e qeverisë ndaj kritikave në këtë platformë komunikimi. Tu heqësh shqiptarëve të drejtën e përdorimit të TikTokut, ripërsërit eksakt atë që bënte Enver Hoxha, Spiro Koleka, Kristaq Rama gjatë diktaturës, të cilët valve të radiove dhe televizioneve perëndimore u vinin zhurmues në të katër anë të vendit. Një Tiranë që qeveris vendin sikur është Afganistani apo Teherani, vetëm për shkak të rrëbeshit kritikave që ka patur nga të rritë merr një akt të tillë. Fjala e lirë do fitoj. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha theksoi se krahas protestës opozita do të shohë çdo mundësi për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për mbylljen e TikTokut. Shumë respekt për drejtuesin e SPAK Altin Dumani, sipas tij shumica socialiste ishte ajo që i dha atij shpatën e ndëshkimit, që deri dje përdorej për qëllime politike. Duke u përgjigjur ndjekësve online, Rama i quajti shpifje dhe akuzat e Arben Ahmetajt për konsumin e verës së shtrenjtë. Teksa ka vjuar komunikimin online me qytetarët në rubrikën Symsy, si çdo të ende, kryeministri Edi Rama është ndalur sërish te SPAK, por jo për ta kritikuar. Altin Dumani, për të cilin kam shumë respekt për hir të vërtetës, dhe cilit ja kam shprehur publikisht solidaritetin kundër të gjithë qeverisë që i turret për ta vënë në presion, ka qenë aty prokuror i Republikës së Shqipërisë, edhe ata të tjerët që janë sot SPAK, aty kanë qenë. Por nuk kam pasur fuqinë që kanë sot, sepse shpatën e ndëshkimit e mbante kush rrinte në këtë zyrë, më zotri. Kreu i qeverisë u shpreh se ishte pikërisht Partia Socialiste ajo që mundësoi këtë realitet të ri të drejtësisë, duke sjellë në kujtesë ngjarjen e rëndë të 21 janarit. Imagjino sikur të ndodhte sot që të mblidhej këtu poshtë drejtares time një popull i tërë dhe nga kjo zyrë të jepej urdhri për të qelluar dhe të qelloheshin me plumba 4 vet, totalisht të pafajshëm, totalisht të parrezikshëm. Dhe unë të jepja urdhër drejtorit përgjithshëm të policisë që t'i thoshte SPAK-ut hec. Rama nuk la pa komentuar edhe koalicionin opozitar të Berishës. Kujtim gjuzi është fryma, pamja dhe gjithë simbolika e Shqipërisë madhështore. Ne nuk na duhet kjo, ne na duhet Shqipëria në Bashkimin Evropian. Akuzave të ish numri 2 të qeverisë, Arben Ahmetaj, për konsumimin e një shisheje verë me vlerë 33.000 euro, Rama i përgjigjet shkurt. Dhe shpifja e në librat e shenjtë është një mëkat shumë i rëndë. E vetmja forcë politike që duhet votuar më 11 maj dhe që do të bëjë të mundur integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, beson Rama, është Partia Socialiste. Erion Velia i ka akuzuar këtë të njëjtë agjentin e BKH-s dhe prokurorin e çështjes se i kanë përndjekur familjen. Kryebashkiaku i Tiranës ka zbuluar dhe komunikimin që ka pasur me Olz Dadon, për të cilin thotë se i ka kërkuar të mos i lehtësonte bashkëshorten Ajola Xoxa. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i ka reaguar sërish nga qelia, duke shpjeguar dhe episodin që i ka patur me një nga agjentet e BKH-s. Sipas dosjes së prokurorisë së posaçme, kryebashkiaku i ka dërguar mesazhe agentit të Byros Kombëtare të Hetimit për ta intimiduar, por nga ana tjetër Velia i shkruan se zyrtari i këtij institucioni i ka shkruar në aplikacionin WhatsApp Ajola Xoxës ditën e shtunë, duke i thënë që të paraqitet në SPAK. Kryebashkiaku shton se ai ka shkruar Samet Gurgurit, pasi sipas tij ky i fundit dhe prokurori Olz Dado po i përndiqnin familjen. Duke qenë se u bë e përsëritur që sapo largohesha nga jashtë vendit, Olsi i sulej familjes sime, i shkruaj me SMS këtij Sametit. Është ditë e shtunë, sabat, shabat, edhe Perëndia pushoi të shtunën. Dhe i kujtoj se është turp kjo përndjekje e përsëritur e sim shoqe, sapo unë largohem nga vendi. E i them Olz Dados, bolle molestove gruan time. Velia i shpreh se pas këtyre sulmeve të prokurorit Olz Dado dhe agentit të BKH Samet Gurguri, qëndron Sali Berisha.
Bëra edhe një kërkim në Google këtij Sameti dhe më doli një specialist në Spitalin e Fierit, aktivisti i Partisë Demokratike Dega Libofsh dhe komentuesi rregull kundër partizanëve, antifashistëve dhe komunistëve gjakatar. Jam gjithashtu i ngazëllyer që aktivisti Sameti japin Partisë së Kënetës kohën, energjinë dhe statuset e tyre. Gjaku i ri për kërma si Saliu është jetik për mbijetesën e kufomës së tij politike. Kryetari i Bashkisë së Tiranës ngre pretendime se janë përdorur dy standarde. Por si zyrtar shtetëror, Sameti duhet çojë një fletëthirrje me letër e me vul, siç ja çon çdo vrasësi, e siç do duhet ja çonte edhe plasësit Shkëlzen apo vrasësit Sali. Nuk besoj se Sameti atyre u shkruan o Sali ose o Zeno, siç më thot mua o Erion. Dhe nuk besoj, jo, se e zgjon Arminën apo Lirin të shtunave në mëngjes, pasi i kanë mbajtur nga 9 orë më parë. S'di ti ketë thirrur ndonjëherë, megjithse për fondacione jo transparente dhe mbathje transparente janë nona, por tu thënë e janë edhe i herë kënej nga spaku. Sipas Erion Veliaj, agenti i BKH-s ka shkuar në ambientet e bashkisë me datën 31 dhjetor, ka qëndruar deri në orën 18 dhe ka marrë të gjitha dokumentet që ka kërkuar. Çekia mbështet antarësimin e shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shefi i diplomacisë çeke deklaroi pas takimit në Tiranë me ministrin e jashtëm Igli Hasani se Unioni nuk mund të jetë i plot pa Ballkanin. Ministri i Punëve të Jashtme Igli Hasani ka pritur sot në ambientet e ministrisë homologun e tij të Çekisë Jan Lipavski. Hasani theksoi se takimi shërbeu për të përforcuar më tej bashkëpunimin mes vendeve sa i takon sigurisë dhe rrugës së integrimit. Bisedimet tona u përqendruan natyrshëm në fushat e bashkëpunimit dypalësh, përfshirë ekonominë, mbrojtjen dhe sigurinë, si dhe në zhvillimet e fundit në turizëm, arsim, kulturë, por edhe sektor të tjerë të interesit të ndërsjellë. U përmendën gjithashtu angazhimet dhe prioritetet e përbashkëta në kuadër të organizatave ndërkombëtare, ku të dy vendet tona janë anëtare dhe u diskutuan edhe dinamikat e rajonit Ballkanit Perëndimor e më gjerë. Për sa i përket agresionit rus ndaj Ukrainës, ne ritheksuam përkrahjen tonë pa lëkundur për popullin e Ukrainës, luftën e drejtë për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit. Ministri i Jashtëm i Çekisë garantoi mbështetje të palëkundur për Shqipërinë sa i takon antarësimin në Bashkimin Evropian. Çekia ka qenë mbështetëse e integrimit. Bashkimi Evropian nuk mund të jetë i plot pa antarësimin e Ballkanit. Keni mbështetjen tonë të plot për të mbyllur bisedimet e antarësimit deri në 2027. Në mbyllje, ministrat njoftuan bashkëpunim të shtuar në fushën e mbrojtjes duke përfshirë kompanitë dhe institucionet mes dy vendeve. Palestinezja 24 vjeçare është vrarë nga jati i saj në Tiranë për shkaqe morali. Policia bëri të ditur se vajza ishte divorcuar dhe kishte 3 fëmijë. Ajo konfliktoi shpesh me të atin dhe familjar të tjerë për jetën që bënte, çka duket se solli dhe krimin e rënd. Policia e Tiranës i është afruar zbardhjes së plotë motiveve që çuan në vrasjen e 24 vjeçares Rayan Aluan nga babai i saj Fadi Aluan disa ditë më parë në Tiranë. Mësohet se Rayan Aluan ishte e martuar, por ishte divorcuar dhe nga martesa kishte 3 fëmijë. Policia beson se konfliktet që ajo kishte me familjarët e saj të krijuara pas divorcit për shkak të jetesës që bënte, ishin arsye që çuan në ekzekutimin e saj nga babai. Familjarët e saj në Gjermani kanë dhënë dëshmi duke thënë se 24 vjeçaria bënte jetë lirë dhe larg parimeve të Islamit, gjë që është kundërshtuar sidomos nga babai i saj. Në biletat e tyre është gjetur edhe një numër identifikimi dokumenteve kosovare për të dy. Kjo ka bërë që policia e Tiranës të kërkojë informacion tek pala kosovare nëse të dy shtetasit nga Palestina kishin apo jo mjete identifikimi nga Kosova. Autori dyshuar Fadi Aluan dyshohet se fshihet në Liban dhe kjo ishte hera e parë që ata vinin në Shqipëri. Viktima edhe në Gjermani kishte bërë kallëzim ndaj të atit për dhunë në familje. Inceneratori Elbasanit po hetohet sërish këtë radhë nga prokuroria e qytetit. Këtë të njëjtë janë kryer disa verifikime për zjarrin e rënë 2 vjet më parë në fushën e mbetjeve, duke shkaktuar një ndotje të madhe mjedisore. Prokuroria e Elbasanit ka hedhur një tjetër hap në lidhje me hetimet e inceneratorit të qytetit, duke u kthyer te ky objekt sot në mesditë e mbështetur nga forcat e policisë. Sipas burimeve zyrtare, grupi hetimor ka zhvilluar veprime dhe ka kryer një inspektim të detajuar të landfillit të Elbasanit pas një denoncimi të mbërritur kohë më parë në SPAK.
Hetimi lidhet me ngjarjen e ndodhur në korrik të vitit 2023, kur një zjarr i përmasave të mëdha përfshiu fushën e mbetjeve, duke sjellë hapjen e një çështje penale për veprat penale të shkatërimit të pronës me zjarr dhe ndotjes së ajrit. Ndërkohë me urdhër të prokurorisë, pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, këtë të enjte janë shoqëruar në komisariatin e policisë 4 zyrtarë të kompanisë Eko Alb. Burime zyrtare nga prokuroria konfirmuan se janë shoqëruar pas një hetimi penal që po zhvillohet ndaj kësaj kompanie, drejtori, një inxhinier, një përgjegjës dhe një zyrtar i rëndësishëm. 4 të shoqëruarit, pasi janë marrë në pyetje, janë lënë sërish të lirë, ndërkohë janë sekuestruar dokumentacione të shumta të Eko Alb. Kjo shoqëri është të krijuar nga 7 bashkitë e qarkut, ku peshën më të madhe e ka Bashkia e Elbasanit. Ky hetim ka ngritur shqetësime të shumta mbi pasojat mjedisore dhe transparencën e menaxhimit të këtij objekti, i cili ka qenë në qendër të debateve për mënyrën e funksionimit dhe eficiencën e tij. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.